Berisha sot një fiturë e thellë ndaj Laçit, por besoj që forcat e vllaznisë janë për më shumë. Po normalisht ishte një ndeshje relativisht e thjeshtë, pasi Laçi nuk ka shumë pretendime dhe nuk është se kishte ekip që me na vu vështirësi. Gjithsesi u bë një ndeshje që na dha mundësinë për me provu edhe elementet që ndoshta kanë minuta pak më pak. Edhe në arritme me millon mundësinë që më aktivizu dhe me marrë minutat e duhura që t'i kena të gatshëm për në vazhdimsi. Ishte fitore në vendin e tretë vllaznia U17 Ignacio nga Ceruria deri tani apo keni prit diçka më tepër? Po ta shikojmë nga aspekti i pikëve, mendoj se nuk jemi kënaqur sepse kena lënë pikë. Të paktën në 3 javët e fundit kena lënë 2 pikë në ndeshjen Durrës edhe 2 pikë në ndeshjen Tiranë që na barazuan në minutën 93. Mendoj që kena marrë atë që kena lënë sepse kena pas duhet tregona korrekt edhe të flasim siç duhet. Kena shfaq oscilacione gjatë kësaj fate deri në këtë momente. Javët e para kena pas shumë probleme në mbrojtje. Besoj se kena ardhur duke riparuar atë aspekt. Mendoj që ekipi do të vinë rritje pasi duket që ka përmirësim, por gjithmonë me kam tokë, gjithmonë duke punu. Pavarësisht rezultateve të rëndësishme është elementi dhe duket që tek vllaznia U17 janë disa elementë cilësor që janë në pjesë e ekipeve kombëtare. Është një tregues kjo që këto lojtarë kanë të ardhur? Po, është vërtet që në ekipin tonë kena 3 lojtarë që kena me ekipin U17, 2 Uldedat edhe Orgesa Lilin. Janë 3 lojtarë që premtojnë. Ka edhe lojtarë tjerë që kanë premisa, kanë mundësi për mu rrit. Besoj që nga dita ditë do të vazhdojnë, do të rriten edhe do të kontribojnë edhe do të japin vetet inshallah për më lart. Në kohë sa takon kampionatit, cilat janë pretendimet e ekipit tuaj? Pretendime për mu, personalisht, unë nuk kam pretendime kampionateske për me pikë dhe me trofe. Unë kam objektivi e mash që sa më shumë lojtarë nga ky grup të rezistojnë dhe të jenë në vitin e ardhshëm të U19, të losin pavarësisht se edhe me deadline një vit më të vegjël, të jenë pjesë e ekipit të formacionit të U19. Kjo është objektivi im kryesor. Pjesa tjetër, nëse do na dalin në gjë me anë të kampionatizmit, do të ishte gjë e mirë, sepse mentaliteti është që gjithmonë me lujtë për fitore, gjithmonë mu stërvit edhe mu përgatit me ndjenjën e fitores, me egon dhe me dëshirën karakterin për me fitu. Faleminderit.